ka, fare, zero, si intereson, si plas për asgjë. Absolutisht asgjë. Me shpifa në vetar, me shpifa. Ndjeshmëria zero. Zero. Edhe sa mirë se më ndihmon shumë kur i bëm këto budalliqe. I sa më ndihmon? Filloj. Them gotë se thirrri mendjes. A je di që nëse është nominim ikën Valbona dhe për këtë arsye mban afër Valbonën këto ditë. Për po sempatisë, po që të lërë dhe një derë hapur për të vazhduar sherrin edhe me Jozin edhe me Laert. Se shiko se çfarë i bëre ti kësaj gocës. Ndërkohë që ai që i ka vënë 2-1 ishte pikërisht zotëria. Është budallaqe ajo është, nuk di. Ajo është dru me pre. Vëllai dru me pre është. Po i ka interesuar kur i vuri 2-1, prandaj i thot faleminderit. Po kot më ai për protagonizëm e bën gjithë këtë gjë. Që tjetë aty në mes kësaj dinamikës. Na shpifi. Kjo goca na shpifit betoa. Po. Jam gati të bëj valigjet, ma ka shpif. Po vëllai. Të jesh 34 dhe të jesh 4. Sa kishte marrë menja. Kur? Që do merresha me një tallagjarë si kjo. Unë ja kam thënë gjithmonë, mosha jote, me atë që ti përfaqëson këtu, më fal 1000 herë, po nuk e shikoj dot si një grua që po shkon për 35 vjeçë. Nuk mundem, nuk bëj dot lidhjen e figurës me shifrën. Se bëj dot. Nuk janë zi për shembull, Jozit, shokut vet kjo. Ka paja ajo Lori që nuk i përmblidhet. Ka arritur dhe Lori të shkatrojë nervat më bona, imagjino. Ky shkon bëhet duo me Valbon, unë dhe Valbona ju adridhim. Thot, ky me Valbonën mund të të gudulisin, se me të dridh... Rregullo mikrofonin. Për të të gudulisur, mund të të gudulisin. Me të neverit, do me thënë, kur i shef ashut qaf për qaf. Se me të dridh këta, e din dhe vetë sa të dridhin të dy. Me Jozin ja futë rapsodis, kanë bërë një duo rapsodës që këndojnë, amma... Rregullo mikrofonin. Nuk janë ca gjëra që nuk shkojnë, kaq. Që s'ma ka marrë mendje që i bën këto brenda.